kjo lidhja pra që zhvillohet mes fëmijës dhe prindërve të vet, dhe një shkputje e tillë në këtë fazë të hershme kur fëmia nuk është i gatshëm të kuptoj proceset, të kuptoj konceptet është problematike. Po natyrisht ka dallime në moshë sepse secila moshë ka mënyrën se si kupton bot kuptimet dhe konceptet, po edhe ka dallime për mënyrën se si ka ardhur deri tek një divorc, si kanë interpretuar prindrit, sa mitësisht kanë të du me japë fond asaj lidhje, sa kanë dhënë kohë realisht për me punu dhe me integru brenda koncepteve, brenda emocioneve të fëmijës për diçka që po ndodhë, sa kanë arrit ata me ofru, atë falloj sigurinë që çfarë do që të bëhet, fëmia prapë do ketë mbështetjen dhe dashurinë e tyre. Prandaj janë shumë faktorë, po si përgjigje përgjithshme, normal që divorci nuk është i këndshëm, dhe jo vetëm për fëmijët, por në koeficientin e stresit në nivel global, një farforme kur janë në rëndit në ngjarjet jetësore, njëri prej partnerve normal që mund ta përjetoj divorcin me një stres psikologjik të barabart ose thuajse ngushtë barabart me vdekjen e dikujna, me humbjen e dikujna. Pra është në top listën e streseve jetësore për njërin, pra tash varet cili është iniciuesi, cili po largohet, cili po braktis marrëdhënien, cili po tradhton marrëdhënien, cili po sheh alternativat mundshme dhe po gjen diçka më bukur dhe cili po mbetet me ndjenjen që u braktisa, u tradhtova, u preta në besë ose ku ta diun. Pra kështu pak a shumë. Po. Zonja